Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar nga afër nisjen e punimeve për rikonstruksionin e plotë të Merkatos së Rusit, një investim që synon të transformojë kushtet e tregtimit të miqit dhe peshkut në qytet. Gjatë inspektimit, Beci u shpreh se ky investim është pjesë e angazhimit të Bashkisë Shkodër për të modernizuar tregjet publike dhe për të vendosur standarde europiane në ofrimin e shërbimeve. Ka qenë një gangren, ka qenë një vend që gjithë Shkodra e di se si ka qenë markata këtu e peshkut dhe e mishit. Më në fund bashkia ka ndërhyr me një projekt në financimin e saj, kemi një projekt shumë mirë dhe jashtëzakonisht mendoj të vlefshëm për qytetin. Është do të thoja një projekt i cili përlotëson të gjitha standardet e një shërbimi do të thoja unë europian në qytet. Dhe së bashku me pjesën e tregut frutaperimi do të kemi këtu një kompleks shërbimi mjaft mirë për qytetin. Sigurisht do bëjmë të 2-3 ndërhyrje në pjesën e hyrjes në treg për të sistemuar pjesën e hyrjes dhe mendoj do të kemi këtu një kompleks të vlefshëm. Unë jam shumë i gëzuar që bashkia më në fund erdhi në këtë moment dhe shumë shpejt mendoj në 2-3 muaj do ta kemi gati, shpresoj para festave të vitit të ri të jetë i vlefshëm për gjithë banorët e Shkodrës. Projekti parashikon ndërtimin e një tregu modern me standarde bashkëkohore higjieno-sanitare, duke i dhënë fund tregtimit në ambiente të papërshtatshme dhe duke garantuar kushte më të mira pune për tregtarët, si dhe më shumë siguri për konsumatorët. Të gjithë dyqanet anësore dhe pjesa e dyqaneve brenda bashkë me ambientet ndihmëse. Këto do të jenë dhomat frigoriferike në të gjithë perimetrin e saj dhe dyqanet e shitjes në funksion të dhomave frigoriferike dhe dyqaneve anësore. Sigurisht ambientet ndihmëse të WC-ve, dhomat e zhveshje, një bar kafe do të jetë pjesë e brendshme dhe sigurisht gjithë infrastruktura nëntoksore edhe higjienike e tregut. Mendoj do të kemi treg brenda standardeve europiane. Rikonstruksioni i Merkatos së Rusit përmbyll një sër investimesh të Bashkisë Shkodër në zonën e Rusit. Pas rikonstruksionit të tregut, ky investim shënon një tjetër hap të rëndësishëm në përmirësimin e kushteve të punës për tregtarët, rritjen e standardeve të shërbimit dhe krijimin e mjedisi më të rregullt dhe funksional në një nga zonat kryesore tregtare të qytetit.